Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar qytetar, media që po e përcjellni vazhdimin e kësaj seance. Vazhdojmë me punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të filluar më 27 prill 2026, të thirrur me kërkesën e 41 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Më lejoni që sërish si kryetare e Kuvendit dhe në përgjithësitë e mia kushtetuese, të referohem gjykimit gjykatës kushtetuese në rastin numër KO 2911, lidhur me votimin në Kuvend në pikën 85 thuhet. Gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, nenin 86.4 i kushtetutës siguron se presidenti i Republikës së Kosovës do të zgjidhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje nga kryetari i Kuvendit dhe kandidati i cili merr 80 ose më shumë vota nga votat e gjithë deputetëve në raundin e parë dhe raundin e dytë do të zgjidhet. Vetëm thot, nëse nuk arrin 2/3 e shumicës, mbahet raundi i tretë, neni 27 i ligjit për deputet dhe neni 27 P4 i rregullorës punës Kuvendit përmban formulimin identik të fjalëve 2/3 e votave të gjithë deputetëve. Gjykata po ashtu i referohet nenit 70 mandatet e deputetëve sipas kushtetutës, pra i cili përcakton se deputetët janë përfaqësues të popullit, për më tepër lidhur me obligimin e tyre si deputet, neni 74 i kushtetutës siguron. Deputetët e Kuvendit Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas kushtetutës, ligjeve dhe rregullorës punës Kuvendit. Ju lutem që të uleni dhe të mos pengoni zhvillimin e kësaj seance. Të nderuar deputet, ju lutem që t'i zini vendet tuaja dhe të mos e pengoni zhvillimin e kësaj seance. Në këto rrethana të gjithë 120 deputetët e Kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas kushtetutës, ligjit për deputet, rregullorës Kuvendit dhe kodit sjelljes të marrin pjesë në seancat e Kuvendit dhe të përkrahin procedura që parashihen aty, por mbi të gjitha një obligim vizavis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Aktgjykimi thotë që zgjedhja e presidentit Kosovës, i cili sipas nenit 83 është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është e një rëndësie kaq të madhe sa që të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga kryetari i Kuvendit të mos marrin pjesë pra në procedurën për zgjedhjen e presidentit siç paracaktohet me nenin 86. Unë kam para vetes vetëm një njoftim për mungesë në këtë seancë dhe që është nga deputetja Afërdita Hajrizi, e cila thekson që për arsye shëndetësore ka pasur të pamundshme që të jetë fizikisht në këtë seancë. Pra e kam vetëm një njoftim për mungesë në këtë seancë të jashtëzakonshme. Për shkak të rëndësisë së kësaj çështje, më lejoni ju lutem që të adresoj edhe disa çështje që ndërlidhen me detyrimin e deputetëve për të qenë të pranishëm në seancën e sotme. Pra, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, deputetët janë të obliguar të ushtrojnë mandatin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe të mos pengojnë funksionimin e institucioneve kushtetuese. Si po ashtu, pra, bazuar në aktgjykime të cilat e bëjnë të detyrueshme pjesëmarrje në seanca dhe votimin pro, kundër ose abstenim. Pra, rastet janë KO 2911, KO 124-25, ku zbatimi i detyrimeve nga aktgjykimet është konfirmuar edhe nga aktgjykimi në rastet KO 193-25 dhe KO 196-25. Po ashtu, për të mbështetur këto argumente, më lejoni që t'i referohem edhe raportit Komitetit për çështje politike dhe demokratike, marrëdhënia në mes të mazhorancës parlamentare dhe opozitës në demokraci. Ky raport thotë se është e pamundur të ndahen të drejtat e opozitës nga përgjegjësitë e saj. Ato përbëjnë gjithashtu detyrime që duhet të përmbushen në një mënyrë që siguron që e mira e përbashkët të ketë përparësi ndaj interesave afatshkurta të partive dhe dallimeve politike. Ky raport i referohet gjithashtu parimeve mbizotruese të vendosura nga Komisioni i Venecias, që duhet respektohen gjatë funksionimit të parlamentit. Ndërto si vijon, vendimarrja efikase, shumica duhet jetë në gjendje të ndjek agjendën e saj politike, ndërsa opozita nga ana e saj nuk duhet të angazhohet në pengimin e qëllimshëm të punës normale të parlamentit.
Ndërveprimi midis shumicës dhe opozitës duhet të respektojë gjithmonë domosdoshmërinë për të siguruar një ekuilibër të drejtë midis interesave legjitime të shumicës dhe atyre të opozitës, me të dyja palët që mbajnë një detyrim politik për bashkëpunim besnik dhe konstruktiv. Edhe në përmbledhjet e opinioneve të Komisionit Venecias, duke ju referuar pjesës në opinionin për Malin e Zi, më lejoni që të adresoj një pjesë të kësaj. Këtu thuhet që opozita duhet të shprehë pikpamjet e saj në parlament dhe bojkoti justifikohet vetëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Nga këto konstatimet paraqitura më lart, është më së evidente që veprimet e opozitës, pra për të bojkotuar seancën për zgjedhjen e presidentit, janë në kundërshtim me këto parime të përcaktuara. Po ashtu, bazuar në rezolutën për Armeninë, Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës 2560 të vitit 2024. Thuhet, një bojkot i organizuar i punës së parlamentit nga opozita është i lejushëm vetëm në rrethana të rralla dhe ekstreme, ku vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit. Ne nuk e kemi një rrethanë ku vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit, Kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj e ftoj opozitën sërish që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit, pra të vinë në këtë seancë të jashtëzakonshme të cilën e kemi nisur dje. Dhe për t'i dhënë mundësinë atyre që të jenë të pranishëm në këtë seancë, edhe pas të gjitha këtyre leximeve që i bëra bazuar në gjykimet të gjykatës kushtetuese, opinionet e Komisionit të Venecias dhe raportet e Asamblesë së Këshillit të Evropës, po e vazhdojmë këtë seancë në orën 2. Pra shihemi në orën 2.